Krishti drita e botës. Krishti drita e botës. Krishti drita e botës. Le të shpërthejnë tani në hare turmat e ngjëllore të qiejve. Le të galdojnë mbashtuesit e hyjut dhe përfitoren e mretit kaq të madhrueshëm, le të kumtoj me gëzim buria e shpëtimit. Le të gëzohet edhe toka e shtritur me kaq shumë drita, le ndritur nga shkëlqimi i mbretit të mshuam, le të vrej se u zhduk terri i mbar botës. Le të gëzojë edhe nana Kish, e stolisur me shkëlqim e gjithë kësaj drite. Le ky tempull të ushtoj me brohuritje të popullit të vet. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyun tonë. Për një mend është punë e daj dhe e drejt, me tanë forcën e zemrës e shpirtit dhe e zërit tonë. T'i këndojmë lavde hyut padukshëm, atit gjithpushtetshëm, dhe të një lindurit birit ti, Zotit tonë Jezu Krishtit. Ky për ne ja lau ati të mshuam detyrën e Adamit, dhe me gjakun e vetë të shajt e shleu dënimin e mkatit të parë. Këto janë të kremtet e pashkve në cilat flijohet qingji i vërtet, me gjakun e cilit shugurohen dyert e besimtarve. Kjo është nata në cilën t'i bane qetit ta në bijtë e Izraelit liruam nga robëria e Egjiptit kalonin pa u lag detin e kuq. Kjo është nata e cila me dritën e shtyrës zjarit e pastroi errësirën e mëkateve. Kjo është nata që sot në botën mbar i kthen hir ata që besojnë në Krishtin dhe i bashkon në shenjtëni, tu i liruan nga veset dhe mjegulla e mëkateve. Kjo është nata në cilin Krishti, duke i kput prangat e vdekjes, dolin nga lënyes nga varri. O mirësi e mrekullueshme që u deftove ndaj nesh. O dashuri e pachmueshme ba mirësie. Për shëlbua shërptorin e fliove të birin. O mëkat, një mendi domosdoshëm i Adamit që u shlye me vdekjen e Krishtit. O i lumi faj, që meritoi të kishte një shëlbues të tillë dhe aq të madh. Prandaj shenjtrimi i kësaj nate i debon mrapshtit. I lan fajet, u kthen pafajësinë mëkatnorëve dhe gëzimin të pikëllumbëve. O natë me të cilën me të vërtet e lumtur, që bashkon qiellin me tokën dhe njeriu e pajton me hyun. Prandaj, o anti-shenjt, në këtë natë plot hir,
Pranoje flin e mbramësores të kësaj lavdie, që në këtë kushtim kremtor të qiriut, fyti punës bletve, po të paraqet kisha e shajt në përdur të mbashtuesve. Po të lutemi prandaj o Zot, që këtë qiri i kushtuam në nder të emrit tënd, të qëndroj i palikshtuam, për të mposhtë tërsirin e kësaj nate. Lejer kanshëm i pëlqym prej teje të përzihet me dritlanësit qellor. Dritën e ti le ta gjaj të ndezur ylli i mëngjezit, ai yll që nuk përëndon. Krishti biryt i cili ngjallun prej së vdekurish e shndritën mbar njerëzimin, lejeton e mbretron në shekuj të shekujve. Tash vazhdojmë me pjesën e dytë, me leximet prej Besëllinjës vjetër. Lexim prej librit të Zanafillës. Hyi krijoi njeriun në përngjasimin e vet. E krijoi në përngjasimin e hyit. I krijoi mashkull e femër. Hyi i bekoi dhe u tha: shtohuni e shumohuni, e mbusheni tokën dhe sundojeni atë. Bëhuni zotruesit e peshqve të detit, të shpendve të qiellit dhe të çdo gjallëse që lëviz për mbi tokë. Hyi tha edhe: ja, çdo bim që qet farë mbi tokë dhe të gjitha trungjet që kanë në vetvete frytin e pemës që qet farë, le të jenë ushqimi juaj. Të gjitha kafshëve mbi tokë, çdo shpendi të qiellit e çdo gjëje që lëviz mbi tokë, në të cilat është fryma e jetës, i jap për ushqim secilin mbar të gjelbër. Dhe u bë ashtu. Hyi shikoi gjithçka kishte bërë dhe ja, ishin shumë të mira. Dhe u bë mbrëmje e mëngjes, dita e 6. Kështu u kryen qielli e toka e mbar ushtria e tyre. Të 7 ditë, hyi e kreu punën e vet që kishte bërë. Të 7 ditë, pushoi nga çdo punë që kishte bërë. Fjala e Zotit. Dërgoja shpirtin tënd o Zot, dhe për të rije fytyrën e tokës. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot hyj im, sa i madh je, i veshur me madhëri e me bukuri, i mbështjell me dritë, por si me petkë. Tokën e vendose mbi themelin e saj, nuk do të lëkundet në shekuj të shekujve. E mbulove si me petkë me ujrat e humnerave, majat e maleve i mbulonin ujrat.
Ngjiten në male, zbresin në lugina, drejt vendit që ti u cakton. Për skaj tyre banojnë zogjt e ajrit, gem më gem ja thonë këngës së vetë. Ti i uit malet nga pallatet e tua, toka ngihet me frytet e duarve të tua. Ti bën të mbi barë për kafsh, bim të tjera të nevojshme për njeriun. Sa të shumta janë, o Zot, veprat e tua, të gjitha i ke bërë me urti të madhe. Plot është toka me krijesat e tua. Bekoje, shpirti im, Zotin. Ti që në mënyrë të mrekullueshme e krijove njeriun, e në mënyrë edhe më të mrekullueshme e shërbove atë, bajnë po të lutemi që duke kërkuar drejtësi, të arrijmë gëzimet e amshura në për Krishtin, Zotin tonë. Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut: "Përse po lëshon klith ma ka unë, urdhëroju bive të Izraelit të nisën. Ndërkaq, ti çoje shkopin tënd dhe shtrije dorën tënde përmbi dehet e ndaje. Kështu, bitë e Izraelit të kalojnë përmidis dehetit në përterik, e unë do t'u aguroj zemrën e egjiptianëve që t'ju përndjekin. Unë do t'a dëftoj madhrinë time në faraonin e në mbar ushtrinë e tij, në karroca e në kalorës të tij. Kështu egjiptianët do ta kuptojnë se unë jam Zoti, kur t'jem madhruar në faraonin, në karrocat e në kalorësit e tij." Engjulli i hyjit, që u priste çetave të Izraelit, dori pas tyre, e po ashtu me të edhe shtydha e res, prej përpara doli mrapa. Zuri vend ndërmjet ushtrisë e egjiptianëve e të izraelitëve. Reja ishte errët për egjiptian, kurse izraelitëve u andriçonte natën. Kështu nuk mundën t'i afrohen njëri tjetrit krejt natën. Atëherë Mojsiu e shtriu dorën mbi dehet. Zoti e shtyri gjithë natën dehetin me anë të një ere të fortë e të nxehtë dhe e thau. Ujrat u ndanë. Bitë e Izraelit hynë përmidis të dehetit në përterik, sepse uji ishte bërë pothuajse mur në të djathtë e në të majtë të tyre. Edhe egjiptianët që po i ndiqnin hynë pas tyre, mbar kaloria e faraonit, karroca e tij dhe kalorësit në midis të dehetit. Kishte ardhur koha e rojës së mëngjesit dhe ja, Zoti alshoi një sy prej shtyllës së zjarrit e tres, ushtrisë e egjiptianëve. Krejt e pështjelloi, ja frenoi rrotat e karrocave sa që me zi mund të lëviznin. Atëherë thanë egjiptianët: "Ti kim prej izraelitëve, Zoti po lufton për ta kundër nesh." Zoti i tha Mojsiut: "Shtrije dorën mbi dehet. Ujrat let hidhen mbi egjiptianët, mbi karrocat dhe mbi kalorësit e tyre." Kur Mojsiu e shtriu dorën drejt dehetit, në mëngjes, heret deheti u kthye në vendin e mëparshëm.
Egjiptianët, duke u munduar të ikin, ujrat u vinin ndrejt tyre. Kështu, Zoti i mbuloi me tallaze në midis të detit. Ujrat u kthyen dhe i mbuluan karroca e kalorës të mbar ushtrisë së faraonit, cilët për të ndjekur izraelitët kishin hyrë në det. Shpëtoi prej tyre as edhe një përbe, kurse bijtë e Izraelit kishin udhëtuar midis të detit për të rik, dhe ujrat për ta ishin bërë si mur në të djathtë e në të majtë të tyre. Po në këtë ditë, Zoti e shpëtoi Izraelin prej duarve të egjiptianëve. I pan egjiptianët e vdekur përmbi bregun e detit dhe dorën e fortë që e ushtroi Zoti kundër egjiptianëve. Populli i dha nderim Zotit, e vuri besimin e vet në Zotin dhe në Mojsiun, shërptorin e tij. Atëherë Mojsiu dhe bijtë e Izraelit e kënduan këtë këngë në nder të Zotit e thanë: "Leti këndojmë Zotit, sepse mrekullisht ngallnieu. Kal e kalorës plandosi në fund të detit." Fjala e Zotit. Leti këndojmë Zotit, sepse mrekullisht ngallnieu. Kal e kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai veçai më shpëtoi, ai është hyi im e atë e lavdëroj. Është hyi i atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund, Jahve emrin e ka. Qerre e ushtrit e faraonit në deti plandosi, luftarët e tij të zgjedhur deti i kuq i mbuloi. Pellgu i përpiu e humbën siguri në pus. E djathta jote, o Zot, fuqiet me ruashme. E djathta jote e goditi armikun. Do ta shtish dhe do ta mbjellësh në malin e trashëgimit tënd. Në banesën tënde të përhershme që ti vetë e përgatite, o Zot, shajtrore, o Zot, me duart e tua të përftuar. Zoti do të sundoj për gjithmonë e mot të jetës. Të lutemi. O hy, ti bante shnrisin e lëndit tona mrekullit e dikurshme, atë që me fuqinë e djathtë sate, ke ba me popullin hebre kur e lirove prej ndrylljes faraonit, e kryene letani me ujnë e rilindjes për shpëtimin e kombeve. Baj që gjithë njerëzit e botës të numrohen ndër bijtë e Abrahamit e të bahen pjesëtar të nderit popullit të zgjelur. Në për Krishtin Zotin ton. Lexim prej librit të Isaias profet. Kështu thot Zoti: O ju të gjithë që jeni të etshëm, e jani të kujt. Le të vinë gjithashtu edhe ata që s'kan para. Bleni drithe hani. E jani e bleni pa para e pa pages verë e qumsht. Pse ti shpenzoni parat në ata që s'është buk dhe me ditjen tuaj në gjëra që nuk ngjin? Nëse me dëgjoni mua, do të hani çka është mirë e do të shijoni ushqime të shijshme.
Ma veni veshin e jani të kun. Më dëgjoni, e shpirti juaj do të rroj. Me ju do të lidh beslidhje të përhershme, po, do t'i ruaj të mirat e Davidit. Atë e bëra dëshmitar për fise, prijës e urdhërues për pagan. Ja, do të thrasësh një popull që se njihje. Te ti do të vrapojnë popull që s'të njihnin për shkak të Zotit hyjit tënd, të shejtit të Izraelit, që ty të madhëroj. Kërkoni Zotin derisa mund të gjendet. Thirreni në ndihmë derisa është afër. Le ta lërë i patën zoni udhën e vet. Njeriu i ketë synimet e veta, le të kthehet te Zoti. E ai do të ketë mëshirë për të tek hyji ynë që është bujar në falje. Sepse mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia. E as udhët tuaja nuk janë udhët e mia, thot Zoti. Sepse sikur se qielli që është i lartë në krahasim me tokën, po ashtu edhe udhët e mia janë të larta në krahasim me udhët tua dhe mendimet e mia në krahasim me mendimet e tuaja. Dhe sikur se zbret shiu e bora nga qielli, atje nuk kthehet, por e uit tokën, e zbrun dhe i jep fuqi të bleroj, i jep bujkut faren dhe bukën për ushqim, kështu edhe fjala ime që del prej gojës sime, s'do të kthehet tek unë pa fryt, pa pas kryer gjithçka që më pëlqen dhe pa pas zbatuar atë për çka e nisa. Fjala e Zotit. Që hyj shëlbuesi im, kam besim e nuk kam frikë, sepse fuqia ime e mburrja ime është Zoti, ai është shpëtimi im. Falenderojeni Zotin, thirrni emrin e Tij. Shpallni nder popujve veprat e Tija. Kumtojni madhrinë e emrit të Tij. Këndoni Zotit sepse krijoi mrekulli. Le ta marrë vesh bota mbar. Mbrohoritni e këndoni lavde ju banorët e Sionit, sepse i madhrishëm është në mesin tuaj shejti i Izraelit. O hyj gjithëpushtetshëm lejon shumë, e vetmja shpresë e botës, ti që me lajmet e gëzueshme të profetëve të tu, i ke shpallë misteret e kohës të tanishme. Forcoje dëshirën tonë për ty, sepse vetëm me frymëzimin tënd mund të përparojmë në virtyte, në për Krishtin Zotin tonë. Lexim prej librit të Ezekielit profet. Fjala e Zotit me të drejtuar e me tha: Biri njeriut, kur shtëpia e Izraelit banonte në tokën e vet, e pati përdosur atë me sjelljet e vet, e me veprat e veta. Sjellja e tyre ishte para syve të mi, por si papastërtia e gruas së papastër. Unë atëherë e zbraza zemrimin tim mbi ta për shkak të gjakut që derdhen për mbi tokë dhe për shkak të idhujve me të cilët e ndoten. I shpërndava ndër pagan dhe i treta në vendet e ndryshme. I dënova sipas sjelljes së tyre dhe sipas veprave të tyre. Por edhe ne popuj ndër të cilët u shpërndahen, të cilët shkuan, e përdosën emrin tim të shenjtë, sepse flitej për ta. Ky është populli i Zotit, e ju desh të dalë prej tokës së Tij. Por unë pata nderim për emrin tim të shenjtë,
që e nxderoi shtëpia e Izraelit në popuj ndër të cilët shkoi. Prandaj, kështu thuaj shtëpisë e Izraelit, kështu thot Zoti hyj, se bëj këtë për ju, o shtëpia e Izraelit, po për shkak të emrit tim të shenjtë, që unë çderua dhe popuj të të cilët shkuat. Unë do ta shenjtëroj emrin tim të madhrueshëm, të cilin ju në çderuat dër popuj. E ndotet në mesin e tyre, që paganet ta dinë se unë jam Zoti, thot Zoti hyj, kur të deftohem i shenjt ndër ju e parasyve të tyre. Do t'ju heq prej paganeve e do t'ju bashkoj nga të gjitha vendet, dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë do të zbras mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha dytësitë tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do t'a fus në ju. Do t'a nxjerr nga mishi juaj zemrën e ngurtë e do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do t'a fus në ju e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia e t'i zbatoni, e t'i shtini në veprim zgjyzjet e mia. Do të banoni në tokën që u adhurova, etërve tuaj. Ju do të jeni populli im, e unë do të jem hyj juaj. Fjala e Zotit. Shpirti im ka etje për hyjin e gjallë, e kur do të shkoj e do të dal para fytyres së hyjit. Si shtektoja në kryet të turmes, si prijes drejt banesës së hyjit, me brohori e këng lavdi në procesion kremtues. Dërgoje dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Ato lete me prinë, lete me përcjellin, në malin tënd të shenjtë, në tendën tënde. Atëherë do të hyj telteri i hyjit, tek hyj i gëzimit të galdimit tim. Do të galdoj, do të këndoj me harp, ty o hyj, hyj im. O hy fuqi e pandryshueshme e le dritë mshuar, shikoje me mirësi misterin e mahnitshëm të mbarkishës, le krye në paqë vazhdimisht planin e shpëtimit njerëzve, që mbar bota ta sprovoj dhe të shoh, se ti ngre atë që kishte rënë poshtë, përtrin atë që ishte vjetrua, le të gjitha gjërat i bashkon në njësi, në për Krishtin që është krijuesi gjithve,
që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Lavdi qoftë hyut lartësi qelore. Të lutemi, o hy, ti që këtë natë të shugurueshme e shndrit me lavdinë ngjallje Zotit, ngjalle në kishën tënde hirin e birësimit, kështu që të përtrir me trup e me shpirt, ta kushtojmë shërbesën me zemër të pastër, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tanë, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shajt hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar romakëve. Vëllezër, po a nuk e dini se të gjithë sa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij. Me anë të pagzimit, pra bashkë me të, jemi varrosur në vdekje, që sikur se Krishti u ngjall në lavdin e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. Pra, pas jemi krejtësisht të bashkuar me të, me një vdekje të ngjashme me të tij,
me siguri do të bëhemi plotësisht një me të, me përngjasimin e ngjalljes së tij. Le ta kemi parasysh këtë gjë. Njeriu ynë i vjetër është kryqëzuar bashkë me të, që të shkatrohet ky trup i mëkatit, kështu që mos i robrojmë më mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati. E në qoftë se vdiqem bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me të. Mbasi e dim se Krishti ngjallur nga të vdekurit nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja e tij që vdekja njëherë e përgjithmonë për mëkatin, kurse jeta e tij është jetë për hyn. Po kështu edhe ju. Mbani veten se jeni të vdekur për ka mëkati e të gjallë për hyn në Jezu Krishtin. Fjala e Zotit. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Pas të shtunës, në të zbardhur të dritës, të ditës së parë të javës, shkuan Maria Magdalene dhe Maria tjetër për të parë varrin. Kur që era një tërmet i madh, sepse angjulli i Zotit zbriti nga qielli. U afrua rrokulli sigurin dhe u ul mbi ta. Fytyra e tij ishte por si vetë tima e petku i tij bardh por si bora.
Rojtarët prej frikës ti u drillën dhe u banë si t'ishin të vdekun. Atëherë engjulli u tha grave, ju mos u tremni, e di se kërkoni Jezusin e kryqëzuar. Ai nuk është këtu, u ngjall sikur se tha. Ejani e shikoni vendin ku ke vënë e pastaj nxitoni të shkoni e tregoni nxënësve të tij. U ngjall se vdekuri, leja po shkon para jush në Galile, atje do ta shihni. Ja, ju tregova. Ato me njëherë u larguan nga varri, me frigë e njëherësh me gëzim të madh. Shkuan me nxitim t'u lajmërojnë nxënësve të tij. Leja, u doli Jezusi përpara e u tha, ju falim. Ato u afruan, e morën grykle e alluruan. Atëherë Jezusi u tha, mos keni frigë, shkoni e lajmëroni vllazërit e mi të shkojnë në Galile. Atje do të më shohin. Fjala e Zotit. Vllazën e motra, kur i kem lexua qiriu të shenjtë që simbolizon Krishtin, që e kem sjellë në fillim të mesës të Elteri, e kem përmend shumë herë kjo natë. Kjo natë e shenjtë, kjo natë e shugurueshme, kjo natë kur është pagua borxhi për ne, Jezusi ka pagua për ne, e kështu me radhë, pra është theksua shumë se kjo natë është e veçantë. Kjo natë është veçanërisht për këtë arsye, pikërisht pse Jezusi këtë natë ka bërë që ka është dasht me bërë për shpëtimin tonë, kjo është edhe nata e pagëzimit. Edhe pse na këtu nuk kem pagëzime sonte, por në gjithë botën e krishterë katolike, kjo natë është veçanërisht natë e pagëzimit. Në leximin para Ungjillit, që një mënyrë përmbledh tana leximet sonte që i kem dëgjua, e tanë domethënien e asaj që ka bën Krishti me ngjalljen prej të vdekurve, Shën Pali në thoshta, nuk e dini se të gjithë sa jeni pagëzuar në Jezu Krishtin, jemi pagëzuar në vdekjen e tij. Pra, është tu na mësua me fjalën e tij se si ajo e mirë që e ka kryer Krishti, na e marrim nëpërmjet pagëzimit. E në kishën tonë katolike në tanë botën, sonë të bahën me qindra mia pagëzime. Edhe në Shqipninë tonë, që ka vujt gjatë komunizmit, çdo vit këtë natë, edhe këtë natë, atje në Shqipni, sigurisht disa qindra vetë pagëzohen, të rritun. Në këtë ditë të lexua në media për ngjarjet kishtare, shkruan se në Francë, për shembull, një prej vendeve evropiane, sonte do të pagëzohen 21.000 vetë. Vetëm sonte. Është nata e pagëzimit. E janë të gjithë njerëz të rritun, nuk janë fëmijë. Na këtu rregullisht tanë ata që kanë nevojë me i pagëzua, në familjen tonë i pagëzojmë kur janë fëmijë. Por këto pagëzime që bëhen nëpër botë sonte janë tanë njerëz të rritun. E shkruante se ishin njerëz 20 vjeç, 25, 30, 35, 40. Pra, tanë njerëz të rritun që e kanë zgjell Krishtin si shpresën e jetës tyne, e kanë panë Jezu Krishtin se prej tij vjen shpëtimi, domethënë prej kësaj nate vjen shpëtimi. Leximi që i kem dëgjuar para Ungjillit na interpreton me një fjalor pak të posaçëm, na interpreton pra ngjarjen. Na sonte vërtet nuk do të pagëzohna, por po do të ripërtrim premtimet e pagëzimit. Kjo bëhet çdo herë natën e Pashkëve. Nëse keni mure dhe viteve tjera, është një moment kur
e ripërtrim pagëzimin, e ripërtrim me vetdije. Shumica prej nesh tanë janë pagëzuar fëmijë. Por dikush tjetër na ka çunë kish edhe me fenë e tij, pra me fenë e prindërve, e ke marrë pagëzimin. Tashti kisha thot çdo natë pashkve e ripërtrije të mirën e hirin e pagëzimit që ke marrë. Është domosdoshme me e ba. Atëherë, praktikisht, ky lexim spjegon se çka ka ndodhur atë ditë, atë natë e atë ditë kur je pagëzuar. Shën Paul pra thoshte, jemi pagëzuar në vdekjen e Krishtit. Me anë të pagëzimit, kur e kem marrë, bashkë me Krishtin jem varros në vdekje. Do me thanë, Krishti ka vdek. A dje kem ba ceremonin e alurimit të kryqit Krishtit në cilën ka vdek. E për ne është të rëndësishme me pohua ka vdek. Tashti, ky lexim në thot, kur ka vdek Jezusi, na jem varros bashkë me ta në vdekje. Po jo na fizikisht, por e ka kuptimin shpirtnor. Kur thom na, do me thanë, gjithçka na sundonte e nuk ishte prej Zotit. E janë spakti 3 gjana të këqija që kanë pas nevojë me vdeksonte në jetën tonë, e Krishti me këtë qëllim e ka pranuar vdekjen. Para se ka pranuar vdekjen, i ka thënë ato fjalë që do t'i thomën mesh pas pak. Pra Jezusi e ka lënë domethënien vdekjes tij, e ka thënë, ky është gjaku im, që po derdhet për ju, e për shumë tjerë në shpërblim të mëkateve. Ky është trupi im, që po flohet për ju, e për shumë tjerë. Tashti, kur ka vdek Krishti, se këtë është të interpretuar Shën Pali, çka ka vdek me të vërtet në jetën tonë. Atë, si thash, spaktit janë 3 gjana të randa që është, me thonë, është dashur me lënë shpirt në jetën tonë që mos na sundoj. E janë ato që pas pak kisha do t'ju kërkoj, a do t'i bini mohit, a do një mera mohit. Pra, këto gjana kanë vdek kur ka vdek Krishti. Si me thonë, me vdekjen e tij ka marrë me vete, i ka varros. Kur e varrosim një person që vdes fizikisht, e fusim në le, edhe e dim, ka vdek, e është varros. Këtë kuptim e ka, këtë kuptim do në melan Shën Pali, do më thonë, kur Krishti ka vdek një e keqe shumë e male, e që i ka, si më thonë, disa degë. E i pari është i keqi, djalli, do më thënë, ja ka marrë Zoti pushtetin që e kishte mbi njeriu. Kështu që pyetja e parë, që na e ban kisha sonte ka me kënë, a i bjen mohit djallit ose satanit? Ele na përgjigjim, po, i bie mohit. Kështu që nëpërmjet pagëzimit që e kem ba, e nëpërmjet ripërtrijes të pagëzimit, do me thënë, na lirohna prej pushtetit të keqit. Sepse Krishti ka ba që të vdes kjo e keqe. Në shkrimin e shenjtë tregohet se i keqi djalli luftonte. Libri i Zbules tregon se kje ba një luftë e parë në qiell. Edhe thot ishte dragoji, ishte djalli ose satani që po luftonte me angjëjt e vet. E në anë tjetër tregon se ishte Mikaeli, shënmhili, që po luftonte me angjëjt e tij. Edhe thot u ban luftë e madhe. S'pati ma vend për djallin në qiell. Zoti e fitoi nëpërmjet kësaj lufte të angjëjve në krye me shënmhilin. Por nuk përfunoi me kaq. Thot djalli ra në tokë, ra mes njerëzve, e kur ka ra mes njerëzve, ka ba një luft tjetër. Ka luftua me njerëzit, me Adamin e me Even, e ka fitua. E të gjithë kemë ra në mëkat. Pra,
Fitoria e parë e Krishtit me vdekjen e tij e me ringjalljen e tij është se e ka fituar këtë angjull të keq nëpërmjet njeriut Jezu Krishtit që ka vdekur në kryq për ne. Një gjë tjetër që ka pas nevojë me vdekjen jetën tonë, si do të jem pyetur gjithnjë prej kishës, a ju bie mohit veprave të djallit. Pra, jo vetëm ati, por edhe veprave të tij e veprat e tij janë mëkatet. Edhe na gjithnjë kemi me përgjigj, po, i bie mohit. Pra, sa i përket Zotit, sa i përket veprës që ka kryer Krishti, e keqja e mëkatit, veprat e djallit kanë vdekë sepse Krishti i ka marrë me vete nëpërmjet vdekjes e i ka varros. Një gjë e tretë që kam në pyet kisha, a i bie mohit, është a i bie mohit joshqeve të tia. Janë shtu si, në fakt, kjo ishte mënyra e të keqit për me largu njeriun prej Zotit. Kur e ka tundua Adamin e Evën, i ka tundua me premtime. Kur e ka tundua dhe vetë Jezusin, njeri e ka tundua me gjanat kësaj botë. I ka ofrua e i ka premtua tonë pushtetin e kësaj bote, e tonë bukurit e kësaj bote, gjithçka ka kjo botë. Jezusi ja mohoi, nuk e pranoi këtë ofertë, këto të mira toksore që po ja jepte Jezus me jetu për to. Këto janë të këqijat për cilat thuhet kur ka vdek Krishti bashkë me ta, jem vëros edhe na. Por na në kuptimin ky njeriu i vjetër që banon në ne. Kjo është arsye edhe pse Shën Pali atër vazhdon me na mësua çka duhet me pas parasysh. Thot, le të kemi parasysh këtë gjë. Njeriu ynë i vjetër është kryqëzua bashkë me ta. Pra, dëshon me tërgua se çka ka vdek e është vëros, e çka është kryqëzua nuk ka ma pushtet në jetën tonë. Njeriu ynë i vjetër është kryqëzua. Njeriu ynë i vjetër është ajo pa Zotin, me të këqija e me mëkate. Kur pagzohet dikush, rregullisht janë ba dy gjana që tregojnë këtë kontrast mes njeriu të vjetër e njeriu të ri. Ndronte emnin, e kishte emnin e vetë, me cilin ka lind, por kur shkonte me kërku pak zemin atëherë, kisha e ka praktikua, dikur e ka praktikua me të gjithë. Do më thanë, mirë se ke pas një emën për para, po cilin emën do në me marë tash në pakzim. E qëfar do me thanë jetë ka? Emni i përparshëm është emni i vjetër. Njeriu i vjetër simbolizon. Kur Shën Pali, na i qujmë ta Shën Pal, po dikur e kishte emnin Saul, edhe e persekuton të Krishtin e fejnë e krishten. Kur para Damasku të taku me Krishtin, ndër gjanat tjera që ndodhen, e i tha Jezusi, ishte edhe një gjanë e fundit e bukur. E i tha, tash ti ke emnin Saul, por tash e mrapa do të quhesh Pal. E ka dash me i tregu se, kur je taku me mua, ky njeriu i vjetër duhet mu shua. Ky njeriu i vjetër, do më thonë me sjelljen e tij, duhet me metë mrapa. Tash e mrapa kemi fillu me kënë njeriu i ri. E kjo ndodh me pakzim. Një gjë e dytë në pakzim, që na simbolizon çka do thot kjo që thot Shën Pali, pra se njeriu i vjetër është kryqëzua, atë me këto simbole na fton kisha me kuptu ma thellë e ma shumë. Simboli dytë që tregon se jem ban njerëstri me pakzim është veshja e bardhë, veshja e re, kur dikush pakzohet, atër, si me thënë, hjekat gjaketën e ti që ka baj çdo ditë, veshjen e ti që ka baj çdo ditë,
edhe kisha janep një veshje tre e vesh për me I thanë. Deri ditën e pagëzimit, ke pas jetën tënde, e kjo jeta jote, pa Krishtin, pa hirin e Zotit, është jetë e vjetër, njeriu I vjetër. Tash me këtë veshje tre që jetu e marë, keme fillu jetën e njeriu tri. Kur jem të vetëdijshëm se, pra, këto janë gjanat e ranat cilat Jezusi I ka fitua e I ka vëros, do me thanë që mos të kenë ma pushtet mbi jetën tonë. Por, kjo është gjysma e asaj që ka ma Jezusi me këtë natë. Gjysma tjetër është ajo që gjithni do të pyes kisha sonte jetën tonë e zemrën tonë. A beson se jeta e Zotit fitohet me besim? Do me thanë, Krishti ka krye punën e vetë për shpëtimin tonë, por për mu ba jona kem nevoj në përmjet fesë me kaluan jetën tonë. Atër pjesa dytë ka me kanë, a beson tin hyun e gjithë pushtetshëm, që ka kryua qiell e tokë, pra, ka kryua edhe ty, a beson se je krijes e Zotit? Edhe ne I thonë, po, besoj. Atër kisha në pyet atë që po kërmtojmë sonte. A beson ti se Jezu Krishti, biri I hyut, që është kënë ba njëri, ka vdekën kryq për ty, e tu vdekën kryq për ty, I jep edhe këtë domethënie që I lexu me përjetës romakve, a beson se kur ka vdekën kryq, kur është gozhduar kryq, është gozhduar keqja e jetës sonë? A beson se është vorros e keqja e jetës sonë? Edhe na I thomë Zotit, po besoj se Jezu Krishti e ka ba këtë për mua. A beson se është ringjall prej të vdekurve, me talan jetën e re, edhe na përsi I thomë Zotit, po besoj e kjo me jasan në vetë, me mendjen tonë, me zemrën tonë, është e domosdoshme. Edhe në fund, kisha në pyet, po a beson ti në shpirtin e shenjt, jetë lansë? E I thomë, po, besoj, ky shpirti shenjt që një farë mënyre të lexuar se si kishin thënë edhe profet përpara. Profeti Ezekiel I premton të popullit që ishin të shkatruam sa I përket jetës. E I thoshte, atër e shite se njeriu nuk do të ndryshoj. Atër paralajmëronte, po vijnë ditë të Zotit, ditë të Jezu Krishtit. Po vijnë ditë, e ato ditë kam me ju lanë një zemër tre. Kam me dzirë për jush zemër një ngurt, e kam me ju lanë një zemër mishit. Po do t'ju jap një shpirt të ri, që praktikisht është shpirti I shenjt, ditën e pagëzimit. Vjen jeta e Zotit në jetën tënde, sepse Zoti është jetëllans. Vjen shpirti I Zotit në shpirtin tënd. E kështu, kjo është pra çka na rekomandon sonte apostulli Jezusit. Me fjalët e fundit thot, kështu pra edhe ju mbani veten se jeni të vdekur për mëkati. Domethënë, kështu do të jetojmë. Domethënë, mëkatin e ka fituar Krishti, e ka varros. Nuk duket ta kthejmë mrapa. E mbani veten si gjallë për hyun, pra jetoni jetën e Jezu Krishtit. Sepse ne jem gjithmonë të lirë, kem shumë aftësi. E aftësitë tona mund t'i përdorim si duam. Ne kem një mendje, që është çfarë aftësiet, mund të mendojmë mirë, mund të mendojmë në mënyrë pozitive, mund të mendojmë keq, mund të mendojmë shumë negativisht, mund të mendojmë mrapsht. Zoti ka ardhur me na çlirua mendjen me atë që ka kryer sonte. Kemi edhe një fjalë që është aftësi tjetër, një fjalë që mund të përdorim është e pushtetshme, herë për mirë, herë për keq, herë fjala është tan benkim, herë fjala është tan mallkim. Krishti ka ardhur me na çlirua tanë këto mëkate. Kem
veprimet tona, jo vetëm se menojmë e flasim, por ka herë edhe veprojmë. E me këto veprime e tregojmë se kujt i përkasim. A i përkasim njeriu të ri, që ne ka adhuru Zoti, apo i përkasim njeriu të vjetër. Atër të shfrytëzojmë këtë natë, me ri për tri çdo hir që Zoti ne ka dhënë. Amen. Do të vazhdojmë me pjesën e tretë kësaj nate, do të thrasim shenjtrit e engjëjt, edhe pas do të benkojmë ujin që e ka kuptimin ujë i pagëzimit. Fort të dashur, me lutje tona të përbashkëta ta ndihmojmë shpresën e lumtur të vllazërve tanë, që Ati i gjithëpushtetshëm mëshirën e vet t'i përcjell drejt gurës së rilindjes. Fort të dashur, ta thrasim me përvojtëri hirin e Hyut gjithëpushtetshëm mbi këtë gurë ujit, që ata që do të rilindin nga ajo të bashkohen me bijtë e birësuar në Krishtin. O Hy ti me fuqit padukshme, në sajt shanjeve të sakramenteve kryen vepra të mrekullueshme. Ti e përgatit e krijesën e ujit,
në shumë mënyra që ta tregonte hirin e pagëzimit. O hy shpirti yt ende i mbi ujëra që në fillimin e botës. Kështu që qysh atëherë natyra e ujit fitoi fuqinë shëntruese. O hy, ti e shënove për ngjasimin e rilindjes me vetë shpërndarjen e përmbytjes, që me misterin e të njëjtit element shkatrohen veset, le të lindin virtytet. O hy, ti bite Abrahamit, i banit kalonin detin e kuq në përthat, që populli liruam nga robëria e faraonit, të parashënon të popullin e të pagëzuamve. O hy, biri ju t'i pagëzuam në ujin e Jordanit nga gjoni ke lyë me shpirtin shajt, ndërsa ishte i varur në kryq nga krahërori i rolli e lëuj bashk me gjak. Pas ngjalljesve të urnoi nxënësve, shkoni, mësoni gjithë popujt të i pagëzuan në mentatit e të birit e shpirtit shajt. Shikoje me mirësi kishën tënde, le dënjohu t'ja hapsh gurën e pagëzimit. Bajnë që ky ujë, nëpërmjet shpirtit shajt të fitoj hirin e të një lindunit birit tëndë, që njeriu i krijuar për gjasimin tëndë me sakramentin e pagëzimit, i lam nga gjitha ndyrësitë e vjetra nga uji dhe shpirti shajt, të meritoj të ngjallet në foshnjërinë e re. Po të lutem jo Zot, në përbirin tënde zbrite në këtë gur, le të zbrit në këtë gur fuqia shpirtit shajt, që të gjithë ata që do të pagëzohen, të varosun bashkë me Krishtin në vdekje, bashkë me ta të ngjallen në jetë, që me ty jeton e mbretron, në bashkim me shpirtin shajt hy për të gjithë shekuj të shekujve. Bekoni o gura Zotin, lëvdojeni e mallrojeni në shekuj. E tash është momenti të ripërtrim hirin e pagëzimit. Fort të dashur, në sajt misterit pashgve e mborosën me Krishtin në pagëzim, që me ta të kalojmë në një jetë të re, prandaj pas që u krye agjërimi i kreshëmve, të përsërisim premtimet e pagëzimit të shajt, me cilat dikur i patëm ran mohit djallit, le veprave të tia, le i premtuam të shërbejmë hyut në kishën e shajt katolike. Prandaj po ju pyes, a i bini mohit djallit? Po, i bie mohit. A i bini mohit veprave të tia? Po, i bie mohit. A i bini mohit joshjeve të tia? A besonin hyun atin e gjithë pushtetshëm që ka krijuar qiellin dhe tokën? A besonin Jezu Krishtin, birin e tij, që është mishruar në krahërorin e Virgjëres Mari, ka vdekur në kryq për mëkatet tona e ditën e tretë është ringjall prej të vdekunve? A besonin shpirtin shajt, në kishën e shajt katolike, në shoqërinë e shajtërve, në faljen e mëkateve, në ngjalljen e trupit dhe në jetën e pasosur? Le hyu i gjithë pushtetshëm, ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me ujë dhe me shpirt shajt, dhe në la faljen e mëkateve, ai na ruajt me hirin e vet për jetën e pasosur në Jezu Krishtin Zotin ton.
Lutuni vllazën e motra që flia ime e lejuja dalë pëlqyeshme para hyut të Atit gjithë pushtetshëm. Në ndiko Zot shpirtin e dashurisë sate, le bajnë që ata që ju shqeve me misteret e pashkve, tjetojnë në përkim me dashurin tënde në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyun ton. Për një mend është punë e dajle e drejtë. Është detyre jona lëburim shpëtimi, të lëvdojmë të jo Zot në çdo kohë, por sidomos të madhrojmë ma me haren këtë kohë, kur u fliua Krishti pashka jonë. Në për ta lindin bitë e dritës për jetën e pasosun, le besimtarve u hapën dyrët e Parizit. Me vdekjen e ti u shëlbua vdekja jonë, e në ngjallën e ti u ngjall e jetat gjithve. Prandaj njerëzimin në mbar botën ngaldon me haren e plot pashkve, por edhe fuqit e epërme, edhe pushtetet të ngjellore, e këndojnë himnin e lavdisë sate duke thënë pa pushim. Me të vërteti e shenjtë o Zot le është të drejtë të lëvdoj çdo krijesë, sepse ti në përbirin tanë Jezu Krishtin Zotin ton, e me veprën e fuqishme të shpirtit shenjtë, i jep jetë le shenjtron gjithësin le vazhdon të bashkosh rreth vetes popullin, që nga lindja e diellit e deri në perëndim të kushtohet në nder të emrit tanë flia e panjoll. Prandaj o Zot, po të lutemi me përvojtëri dënjohut i shenjtrosh me fuqinë të njëjtit shpirt, këto luranta që i sollën për t'i kushtuar ty, që të bahen korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na urdhëroi të kremtojmë këto mistere. Ai vetat natën cilën që tralltua, mori bukën, të falenderoi, e benkoi, e theu, u alla nxënësve vetë le tha: merrni e hani gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu pasi u kryedarka mori edhe kelkun, të falenderoi, e benkoi, u alla nxënësve vetë le tha: merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim i besiljes srelle të shumë që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bajni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë.
Prandaj o Zot, duke përkujtua mundimet shpëtimtare të birit tanë, sjellën gjallën e tij të madhrueshme, le ngjitjen e tij në qiell, e tu e prit ardhmën e tij të dytë, po ta kushtojmë me falënderim këtë flijë gjallë të shajt. Po të lutemi o Zot, shikoje kushtin e kish sate dhe pranoje për flijë me cilën deshet pajtohesh me ne. Le bajnë që ne cilë po ushqehemi me korpin e me gjakun e birit tanë të mbushun me shpirtin shajt, të bahemi në Krishtin një trupe një shpirti vetëm. Në sajt e ti u bafshim për ty, një flija mshuar që bashk me zgjellurit e tu, të fitojmë lumëturin e Parizit s'pari me të lumën Mari Virgjer Hylinse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit aposhtu e me martir të lumë. Le me gjithë shenjtrit, me ndërmjetësin e cilë e shpresojmë që gjithmonë të kemi ndihmën tënde. Po të lutemi o Zot që kjo fli e pajtimit tonë, të blej për paqen e shpëtimin e mbar botës. Forcojnë fe le dashuri kishën tënde ultare mbi tokë, bashkë me shëptorin tënë papën tonë Leonin, me i peshgvin tonë Rokun, me urdhën i pezhnor, me gjithë klerin tënë sile me popullin që ke fitu për vete. Dëgjoj lutjet e familjes sate që ke thirrë në pranin tënde, bashkoj me ty o Ati mëshirshëm, të gjithë bitë tu shpërndar në përbot. Pranoj me mëshirë pran vetes, në mretrin tënde, vlezrit ta, në motrat tona të vdekun, edhe të gjithë të drejtë që në paqë me ty kalun nga kjo jetë. Ku shpresojmë se lëne bashkë me ta, do të gëzojmë për gjithmonë lumëturin tënde, në për Krishtin, Zotin ton, në për cilin e botës çdo të mirë. Në për Krishtin, e me Krishtin, lejnë Krishtin, ty o atë hy gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt të kjoftë të gjdo ndere lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Një mendje, le një zemret i drejtohem jatit ton qelor. Aty, na liro po të lutemi o Zot prej gjithat këqijave, le për mirësin tënde na e paqen ditë tona, e në saj të mëshirë sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve tu, po ju la paqen, po ju jap paqen time, mos i shikon mkatet tona por fene ke ishsate. Jepi asaj si pas vullnetit tëndë pas dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekujt shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Jepjani njëri tjetrit shenjën e paqes. Paqen me ty. Paqen me ty.
Ja qëngji I hyut, janë që I shlyën në katit e botës, lumë ata që janë thirrur në gostin e qëngjit.
Por dashur në vllazë motra, në fund kësaj mesh shajte, kësaj vigjile shajte, për gjitha falenderoj Patër Pralen që kremtoi këtë mesh, e gjithë juve me shtet, me zemër të mirë, i festoshi këto Pashtë që janë zemra e besimit tonë. Ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen tuaj kaq të madhe në mesh, e për qetësinë e për sjelljen tuaj kaq të mrekullueshme. U falenderoj gjithësh këto gjatë këtyre ditëve, jeni afrua sakramentit të rrëfimit. Vërtet puna me thanë se sonde me gjithë shpirt është festa më e shenjtë e jona, pse shenjtënia e festë e ban shpirti i cilësit prej nesh. Pra, falenderoj jashtë pa mas e më veçantë janë drejtuar rrëfimit shenjtë brendësi i ri, rinia, cilët po afrojnë për e ma shumë besimit në Zot. E dashur të ri, mos e lëshoni forcën tuaj më të rëndësishme, pra që është besimi në Zot. Po ashtu, falenderoj edhe televizionin Bojin, që këtë me shajte e përcjell nëpërmjet televizionit tyne, e kanë mundësi ta shohin kjo këtu, po kjo edhe diaspor bashkëvllasit tonë. Lajmërimet e familjes, kremtimi meshve gjatë ditës Pashkëve, pra nesër është dita e Pashkëve, festa më e rëndësishme jona. Meshët e përmandësi kanë me kenë. Në Tuzë, në ora 9 e në ora 12. Në Grudë, në ora 12. Në Arsë, Trabojnë, në ora 11. Në Kojë, në ora 11. Në Trijesh, në ora 10. Sigurisht e nesër është traditë që gjithë ju, shumica besimtarëve, dalin normale, është e drejtë mjaft e mrekullueshme ku dalim me marrë pjesë me shajte në origjinën e vendit tonë. Po ashtu, traditë e bukur është dhe kur të hanë e Pashkëve, bashkona këtu në Tuzë, pra kretë Malësia bashkon në Tuzë. E të hanë e Pashkëve, mesha ka me kënë këtu në ora 12. Meshën shajte, ka mollhesi me shtari ri, që jam e domë Mark Pashka, që është zëdhënësi i konferencës i përgjithënore Shqipënisë. Të lutemi. Në ndiko, Zot, shpirtin e dashurisë sate dhe bajqi ata që ushqeve me misteret e Pashkëve, tjetojnë përkim me dashurin tënde në për Krishtin Zotin tonë. Tash do të bëjmë benkimin e ushqimeve që i keni sill me vete. Benkimi përpara që ishte me ujë, ishte me ju kujtua pagëzimin tuaj. Tash do të bëjmë benkimin e ushqimeve. Nima jonë është në emën të Zotit. O Zot, dëgjoje lutjen time. Të lutemi o hy aty ynë, benkoje buken, djathin vesle gjitha ushqimet e tjera që i kanë pregadit, si ngranje familjare për festën e Pashkëve. Në prinë dashuri, le banë që me gzim të kremtojmë këto Pashkë. Në përmbush me fuqi në tande, që qysh tani tjetojmë me Krishtin, le dikur të ngjallemi me ta, që me ty jetonëm retron në shekuj të shekujve.
Për bekimin. Zoti qoftë me ju. Në këtë kremte të Pashkëve, ju bekoft hy gjithëpushtetshëm dhe ju ruajt prej çdo mëkatit. Me ngjalljen e të lindurit birit vet, hyeri për triumfar njerëzimin a ju dhurofte dhe pa vdeksin. Mas kremtimeve të mundimeve të Krishtit me gëzim po i filloni festat e Pashkëve, baht Zoti që plot gëzim të arrini në festat e amshume. Ju bekoft hy gjithëpushtetshëm, atje biri e shpirti shajt. Mesha ka krye, të shkojmë në paqë, aleluja, aleluja.